Debutant, videoklipi më i mirë përshkruan këtu, apo jo? Po. Atëherë vazhdo, lutem. Për debutant dhe videoklipi më i mirë të nominuarit janë Urimet e uta, suksesën të ardhmen. Nuk ka përqafime për mu? Urime shumë. Teuta, pse ka që bukur sonte? Nuk e di. Kush është përkujdesur për pamjen të ndë skenike? Për pamjen time në skenike është përkujdesur butiku Trend, këtu në Prishtinë, të cilit i falimderona shumë. Desha t'ju falimderoj sonte këtu që jeni dhe ndjem shumë me lumtur, shumë e privilegjuar që jam në mesin e këtyre artisteve shumë, domethënë të dalluar, të mirë të estradës shqiptare. Ndjem jashtëzakonisht mirë për këtë çmim që ma dhanë, i falimderojmë shumë gjithëve. Faleminderit. Teuta, pas të gjitha arritjeve të këngëtarëve tanë që ne i shohim nëpër televizionet tona, qëndron një ekip i gjerë, nuk janë vetëm të rëndësishme gjërat që ne i shohim. Janë të rëndësishme edhe ata pas kamerave, të cilët realizojnë për mrekulli të gjitha videoklipet, kohët e fundit e kam fjalën, më falni. Kush e realizoi tëndin? Po, kam bashkëpunu me Shpiksat, ata do të thotë kemi realizu klipin në Pej, i falimderojmë shumë, ka qenë një bashkëpunim mjaft i mirë me ta. Zakonisht e ke mamin edhe babin pranë, e ke sonte? Jo, sonte nuk janë këtu, sepse edhe mua... Duar trukitje është vetë sonte! I përshëndes. Teuta Blakaj, faleminderit shumë dhe urime për të gjitha sukseset dhe urime edhe njerë për videoklipin më të mirë të nominuar dhe fituese në edicionin e si vjetën të Zhurma Show Awards.